Fillimisht dëshiroj që ju falenderoj juve të futet të nderuar për besimin ndaj meje. Kjo është një besim për një detyrë të përgjegjësi, edhe më tepër për të shërbyer vendin, për të shërbyer të gjithë qytetarëve të Kosovës. Ju falenderoj shumë të nderuar ambasador për qëndrimin tuaj të vazhdueshëm gjatë tërë ditës me ne në një proces të zgjedhjes së presidentit të Republikës së Kosovës. Dëshiroj që të falenderoj të gjithë deputetët, të gjitha partive politike që janë prezent sot në votim, dhe natyrisht të përshëndes të gjithë njerëzit e skenës politike kosovare. Të falenderoj Partinë Demokratike të Kosovës, Lidhjen Demokratike të Kosovës, të falenderoj Listën Serbe, të falenderoj Gjosh Krusin, të falenderoj deputetët e pavarur dhe respektoj me përmirësi normale besimin tuaj. Ju siguroj se besimi juaj do të jetë një shpresë e re me optimizëm i ri për politikën e Kosovës. Ju siguroj që do të punoj gjithmonë në shërbim të vendit, do të punoj gjithmonë në shërbim të gjithë qytetarëve. Duke respektuar gjithmonë kushtet, duke respektuar funksionimin pavarur të institucioneve demokratike të vendit, duke punuar për vend e ligj, duke shërbyer të gjithë qytetarëve pa dallime etnike, duke jepur shërbim të gjithëve për të ndërtuar Kosovën e re, për të ndërtuar Kosovën europiane, për të punuar më fuqishëm për antarësimin e Kosovës në NATO, Bashkimin Evropian, dhe të forcuar dhe më tepër marrëdhëniet tona të shkëlqyera e të përjetshme të shtetit të Amerikës. Dëshiroj edhe një herë të falenderoj të gjithë qytetarët e Republikës së Kosovës që për një dekatë të tërë kanë besuar në qindimonë. Ju falenderoj juve deputetët të nderuar, të opinioneve të ndryshme politike për besimin tuaj. Dhe jeni të sigurt se do të punoj edhe më fuqishëm në institucionalizimin e dialogut politik. Si kushti të mëzdëshëm për të ardhmen tonë stabile, në paqe, progres, zhvillim ekonomik dhe implementimin e gjitha prioritetet tona shtetërore. Sot, në këtë moment madhështor, dhe të veçantë dhe për mua, jetësisht, dëshiroj të përkujtoj heroizmin e komandantit general Demirësharit dhe të gjithë dëshmorëve të lirisë. Të kujtoj në respektin dhe pjesëtin më të lartë presidentit historik Ibrahim Rugova dhe gjithë njerëzit që dhanë për liri,